Përshëndetje miq. Në episodin e 4 të informale kam kënaqësinë të mirëpres një mik dhe një zët fuqishëm të gazetarisë kritike nga Kosova, Lirim Mehmetej. Mund t'ju duket e çuditshme që një politikan interviston një gazetar, po qëllimi im nuk është të bëjmë intervistë, po të bëjmë një bisedë çlirë, sinqert, pa filtra, ndërmjet dy roleve që zakonisht kanë kahje të kundërt, por që janë dëshmitar, po pse jo edhe pjesëmarrës të zhvillimeve që kanë tronditur shoqëritë tona. Dhe të bisedojmë për pyetje që pothuajse gjithë ne i bëjmë, por pak i flasim me zot lart. Në Maqedoninë e Veriut ka zhvillime dramatike, po rënohet arkitektura shumë etnike e shtetit, sistematikisht po përjashtohen shqiptarët, rriten tensionet ndëretnike. Në Kosovë një dinamik tjetër, ngërç institucional, pse jo izolim ndërkombëtar, edhe debati hapur mbi drejtimin e shtetit. Dhe mu duke arsyeshme që të ftoj një njeri që i njeh mirë zhvillimet në Kosovë, po edhe nuk i sheh me sy të mbyllur ato në Maqedoni të Veriut. Njeri që ka guxim t'i flet gjërat të cilët të tjerët i shmangin. Mirë se erdhe Lirim Mehmetej. Faleminderit, po thras bojar. Po. Edhe po të paralajmëroj se tash ti megjithatë si e ministër, po diplomat vazhdon me qenë, kështu që çdo që flasun për ish homolog tu në Kosovë, nuk i nevojë s'janë deklaratat tua. Edhe faleminderit shumë, e kom pa disa herë emisionin edhe më ka pëlqyer që unë mendoj që është një farkalimi i natyrshëm ose mundet me u bë natyrshëm puna e gazetarit nga një politikan. Sepse pak a shumë operojnë në sferën e njëjtë, edhe thjesht dallimi është a e ki kurrëshin e sinqert as e ki. Nëse e ki kurrëshin e sinqert edhe për menimin e tjetrit, po edhe për mënyrën si shet tjetri proceset, pavarësisht çka është fusha, atëherë mendoj që bëhet. Edhe po e bën shumë mirë, se i kom shiku disa prej emisionave. Faleminderit shumë. Shif, nuk është që ne këto debate ose biseda ndërmjet politikanëve, gazetarëve, njerëzve me ndikim shoqëri ose ekspertëve i bëjmë jashtë kamerave në vazhdimsi. Sakt. Po pse jo këtë bisedë ta bëjmë edhe duke involvuar njerëzit që të bëjmë pjesë atij debati. Unë të kam ftuar për shkak se përveç asaj që e thash në hyrje, ne këtu në Maqedoni në zhvillimet e përditshme ndonjëherë, si është ajo shprehja, e humbim malin nga drujt, edhe e humbat perspektivën e gjerë të zhvillimeve, prej elementeve të përditshme të cilët na marrin interferojnë detajet vëmendjen sakt. Prandaj pyetja e parë do ishte si e sheh situatën në Maqedoni të Veriut tani nga perspektiva, ato që e thon regjisorët, nga perspektiva e zogut, prej lart, prej veri. Po, tash duhet me thonë që unë nuk jetoj në Maqedoni, po nuk jam larg zhvillimit në Maqedoni, edhe unë ka mundësi muna mu përhum detaje, se sferën politike të Maqedonisë nuk e shoh si sferë krejtësisht të veçantë prej zhvillimeve politike në Kosovë, bile shumë me përjetoj nga njerë sigur sferë e përbashkët, çka nuk mund me thonë në Shqipëri, ke mujtë nështë ta me e pa edhe zgjedhjet e fundit në Shqipëri, në Kosovë janë përcjell shumë më pak edhe ka pas shumë më pak interes se sa prej për zgjedhjet e fundit në Maqedoni. Ka disa arsye kjo, e para besoj që na kemi qenë brenda Jugosllavisë edhe kemi qenë, si me thonë, shqiptarët me një problem. Tashti, për shkak të rrethanave, Kosova është shtet i pavarur edhe dallojnë pak problemet, po akterët i kemi të njëjtë. Ali Ahmeti është ju që kësë edhe Kosovë çaça është i Maqedonisë. Gjithsesi, tash duhet me thonë edhe kjo nuk ka shumë të bëj me aftësinë time për me e vrojtu ose me parashiku të ardhmen politike në Maqedoni, po ma shumë për shkak të njohjes akterëve, na pak a shumë e kemi ditë që ka me përfundu kë partneri i ri në qeveri, partneri shqiptar i ri në qeveri, kështu që shka përfundu. Pra nuk ka qenë najfar befasi, unë nuk e mendoj që dikush, përveç ati që bën propagandë politike, ajo është tjetër, nuk e besoj që dikush ka besu që nëse largohet BDI-a,
prej pushtetit, edhe vinë këto partitë të tjera, të cilat, ose partiçka të tjera, dhe s'po e them në mënyrë ofenduese, po për shkak të masisë tyre, mundën me bëu diçka, se na e dim që ose ka qenë përmbledhje e të largumve nga BDI-ja, ose ka qenë për grupim i njerëzve të cilët nuk kanë rezon politik për te urrejtjes për Ali Ahmetin, e cila ma shumë ka qenë një farë urrejtje personale, se so kundërshtimi politikave ti. Na kemi mujtë me pa edhe në se s'po di sa po zgjatëm, po veç po du me jap që ato që sot është fakt, e ka qenë parashikim ma herët. As nuk ka ekzistu kapaciteti politik, as patriotik, as profesional i grupimit që u pat bo, që na me supozu që ka me ndodhë diçka ndryshe prej se saj që e shojmë sot. Si produkt i kësaj politike, si e sheh tash ti prej Prishtine, edhe në krahasim me atë produktin që e ke paraprakisht, ku e vërejnë atë thyrjen më të madhe? Jo, këto e vërejnë edhe qysh në klim. Për shembull, se po them, unë jam shumë familjar me Maqedoninë, edhe nuk është vi rrallë, vi shpesh edhe në Tetov, në Shkup, edhe është çka o prit, unë qysh të sjellja, të trajtimi, ndoshta të unë pa ta fillu me përjetu Maqedoninë si Kosovën. Bile sidomos 2 vitet e fundit, ka qenë kështu një farë, nuk unishe në një shtet të huj, as unë. Tash e paramendoj isha shqiptar tu, plus për bisedave me ta. Unë qysh që tash detaje dhe kjo, më që s'është regjistru me kamera, mundet me marrë të kursi ndodhije pacient, po ka erdhe më kufi, ata 2 polic shqiptar, se na marrën në qafë. A vëdhe, kështu që kjo shihet, pra është edhe në ndjenjë. Për ma tepër, është edhe fakt konkret, sepse po i shohim, na komplet është pa sigures shqiptare politika Maqedonisë sot. Na i dim instiktet e tyne, edhe i dim vullnetin e palës maqedone, se që shdojnë ata me përru politikisht edhe në raport me shqiptarët. Na e dim që arritet e shqiptarëve në Maqedoni nuk kanë qenë vullnet i partnerit të madh për me e zhvillu e me koegzistu mirë, demokratikisht, e në mënyrë evropiane. Po ka qenë potencë e Ali Ahmetit, se kam nevojë me dhe kësu që ka qenë e di, vizion, po mas ne edhe strukturë mirë organizume, edhe unë menoj që dallimi më i madh është te mendësia. Pa të ndru mendësia. Pro shqiptarët në Maqedoni u patën botë të tjerë, e përjetojshin si të veten, e trajtojshin si të veten, funksionojshin me në Maqedonisë si mrena shtetit të vetë. Edhe prapë po them, ka qenë potenca e një partije politike shumë e strukturume, unë menoj që BDI-ja është në mesin e 2-3 partive mbarë shqiptare, tu fillu prej të nënës LDK, që e pata rrit qatë pjekuni politike, si për nga organizimi, si për nga qëllime, si për nga vizioni, si për nga implementimi. E pranojsh në Maqedonë që disa prej ministra shqiptare, ministrat më të mirë në qeverinë e Maqedonisë. Kështu që shihet në ndjenjë, edhe normalisht më pas shihet edhe në cungimin e interesave shqiptarëve këtu. Po mu pak për më frustron kjo si situatë, sepse e pa falshme me ju rikëthy problemeve të cilat u dokë që kalun. Në nuanca të ndryshme, e kemi edhe me vetëvendosjen në Kosovë. Po veç edhe këtu o ma rrezik. Këtu është ma rrezik, sepse rikëthimi të normaliteti i ri në Kosovë, më duke që është pak ma i letë se sa rikëthimi të ajo që u patë bo normale në Maqedoni ma herët. Unë të plotsoj vetëm këtu nga perspektiva jonë. Ku e vërej dëmin më të madh? Në thyrjen e besimit ose vetë besimit kolektiv që u krijuar të shqiptarët. A përshtypja ime është se nuk ka forcë më të madhe të një populli se vetë besimi kolektiv. Nuk janë numrat, nuk janë elemente tjera logjistike që mbështesin një ide sa vetë besimi. Për shkak se nena ishte thyer vetë besimi ndër dekada. E dini atë shprehjen e zakonshme, një polic kontrollonte një katund këtu, nuk kishte nevojë për më tepër. Bile më tha një haraçinës para disa ditëve, tha
biseda bëheshte jo vetëm një polic, po mjafton të policit le kapelen aty, edhe del prej fshatit, edhe fshatit rinte në kontrol se policia ka lënë Mund kapelen. t'jetë aty. Mund t'jetë aty. Domethënë deri këtu në këtë nivel ishte ajo thyrja që ishte bërë si popull nëpërmjet masave represive natyrisht, jo për shkak mungesës guximit të popullit. Edhe këto 20 vite e rikthyen vetbesimin kolektiv, që manifestoheshte edhe te vetbesimi individual. Saktë, dhe ajo është e cilët përditshme, aty e vren më shumë ti. Në zhvillimin profesional të njerëzve, në guximin politik. Edhe unë mendoj që këtu po bëhet dëmi më i madh. Edhe ndoshta, se edhe këtu e kisha pyetjen e radhës, a mendon që është vetëm kolateral ose rezultati një dinamike politike që janë rireshtuar forcat edhe apo është një projekt i paramenduar mirë. Unë kam përgjigjen time, po dua të shoh si ti e sheh këtë. Po e bëj një paralele me Kosovën, se në forma të ndryshme ka ndodhur gjëja e njëjtë. Për shembull, ju dini që pat bëu si slogan, edhe kjo mënyra që si bëhet shumë tinzare për me qenë rastësishme, prandaj është projekte, nuk është rasti. Në Kosovë, si që dini, pa të fillu edhe pa të zonë vend, fjalia jemi shkatru që 20 vjetë. Tashti normalisht, kur i thu diku jemi shkatru që 20 vjetë, supozohet që pra 20 vjetë ka qenë diçka e ndërtume që më u shkatru. E pa nevojshme për ta thënë, Kosova ka qenë e shkatrume në vitin 1999. Për shembull, veç 15% e territorit të Kosovës ka pas rrugë të kalueshme. Mos flasim për shtëpiat e djegona, aspektin njerëzor ajo krejt tjetër. Po flas edhe si infrastrukturë, edhe ka qenë shumë dopt, qysh kanë qenë shqiptarë në Maqedoni pjesën e vet, po edhe atë sa pa qenë o pa shkatru. Tashti na erdhi një parti politike e cila e futi edhe e kombinoi me kritikën normale që e kanë njerëzit për politikan. Po arriti me e fut, tinzisht edhe këto që u shkatru Kosova 20 vjetë. Tash njerëzit, se po ju ndodh ke kjo, paradoksalisht, fillun me përbrendsu. Jemi shkatru që 20 vjetë. Se frustrimi me figura është let masnaj i përkthyeshëm edhe në urrëtie. Për shembull, këta e kanë ndërtu figurën e Ali Ahmeti. Kosovë ka qenë Hashim Thaçi për një kohë. Se është ma let për njerin me kriju tension me të kundërtën kur e ka një fytyrë, edhe ju ka vyke një fytyrë. Tash, kur e merr dikon e ul edhe qetson, edhe i thu jemi shkatru që 20 vjet, çka jetu fol? Kosova si shtet as nuk ka ekzistu. Kur nuk ka ekzistu ma herët. Kosova nuk ka ekzistu përveç si për shumë veta sikur toponim. S'ka trajtu kush si popull, si i pavarur. Kjo aspekti i parë, aspekti i dytë, edhe si ndërtim. Kosova pa të avancu, ne kemi edhe statistikat të 2014-2018, kemi qenë të shku ma largë se Shqipëria. Nejse, e po gjithsesi, frustrimet ditore individuale të njerëzve u kamufluar me një paketet madhe u shkatru Kosova 20 vjet, edhe befasisht e gjetëm vetëm fatkeqësisht se kemi luftu mjaftueshëm në atë atë slogan. Edhe tash, krejt propaganda politike e Serbisë në raport me Kosovën ka qenë shqiptarët nuk din me ndërtu shtet, nuk din me majt shtet. Kur tash kjo u kombinojke nga vetë shqiptarë, tu je thonë që jemi shkatru që 20 vjetë, e me konë kemi qenë pra 20 vjetë me Serbinë. Atëherë që ka e vërtet. Atëherë jo që s'po dhe kanë me mbajt shtet, që shpo thot Serbia. Po dhe po e shkatroj, kanë që shpo thojnë vetë. Po këtu ka, më faqë... Tash veshët Maqedoni është si njëta që. E në Maqedoni... Po ka një nuans për shkak se, për shembull, Ali Ahmeti nuk ka humbë zgjedhjet në 24 vitet e fundit. Jo, e bëjën a dallim fund. E bëjën se po du dy dallime me bo të votuesi i Kosovës edhe shqiptarët e Maqedonisë. Pse tash krejt identike në Maqedoni. Në Maqedoni, struktura politike maqedone dhe e biznesit filloi me rre shumë që në fakt problemi korrupsionit në Maqedoni janë shqiptarët. Se shqiptarët si të prapambetun, si do fshatarë të pashkollum, që nuk e njohin, nuk e dojnë shtetin, veç dojnë me glabru. Prandaj ka lulzu korrupsionin në Maqedoni se kush po e bën? Shqiptarët po e bojnë. Sa ma shumë shqiptarë në institucione, ma shumë korrupsion në Maqedoni, ma keq për Maqedoninë. Apo, tashti, fatkeqësisht, që shqipatëm në Kosovë,
Fillon edhe shqiptar me thonë. Problemi kryesor, si mas tyne, po tash ata e thojnë me një twist, ka korrupcioni i madh për BDI-s. Unë se përjashtoj që ka korrupcion, ka edhe në Amerikë korrupcion. Po tash është ndryshe kur e bën platformë politike dhe probleme kryesore. Edhe ti e gjetë absurdin e njëjtë si në Kosovë, tu i thonë Maqedont, nacionalistat Maqedon. Edhe këta shqiptarët kënejna që problemi kryesor është korrupcioni i madh i BDI-s. A është e vërtet? Në asnjë rast jo. A mundu me kur rasti? E pa mundun. Edhe bleu edhe këto. Tash ta bëjmë në 2 tërheqje i bëj. E para, për shkak të fuqisë strukturuar mirë të BDI-s dhe personalitetit të Ali Ahmetit dhe pamundësisë me i vesh atij raste korruptive si figurë, po mbase edhe vetdijes për zotin, vetdijes kombëtare, nuk është se ka blen njëjtë në Maqedoni, që ka blen në Kosovë. Megjithatë blen mjaftueshëm sa me kriju situatën që jemi sot. Kjo e para, e dyta. Në Kosovë paralelisht me jemi shkatruar që 20 vjet, është tentuar me u thonë që ushtria shqiptare e Kosovës është e mirë, UÇK-ja është e mirë. Ama ti kur i thëshë, cili pi pjesëtarëve të UÇK-s është i mirë, asnjë. Kretë na vëshin hajnë, UÇK-ja si ide e mirë, po njërin UÇK-s nuk e dojshin. Edhe atje u kriju ideja që përveç që Kosova është shkatru, e kanë shkatru që ta të UÇK-s. Në Maqedoni, të shqiptarët nuk ka blekja. Në Maqedoni nuk tolerohet me usha, ofendu e fy UÇK-ja qysh ndodh në Kosovë. Kjo mundet me qenë sepse ju këto jeni në gardian të parë të mbrojtjes kombit. Na tash jemi a e ke po në Shqipni, ndjenën për flamurin nuk e kanë. Se s'po e thëmë se ofendem, po nuk e kanë të zhvilluar si këto. Sepse atë që s'ki nevoj me dek për flamur, këtu ki hala nevoj me dek për flamur. Na jemi qenë si gardian të parë, tash kur u shkëputëm na, u bom shtet, mbetën knej. Edhe nuk kanë mujt me ja instalu në gjenjen e keqe për UÇK-n. Edhe ata që nuk votojnë për Ali Ahmetin, ose për BDI, ose për çfarë do grupi politik që rrjedh për UÇK-s, nuk mundesh me u fol keq, unë gjatë zgjedhjeve pa ta orën te tov, kështu. Vendosa edhe e shesha. Domethënë, e çto dy dallime janë me Kosovë. Po dëmi është i njëjtë, edhe nuk është veç kolateral, edhe nuk është i te kalushëm lehtë. Unë mendoj që sa më shumë që zgjatet vendosja në Kosovë, na kemi me pas nevojë me u marrë me riparime, edhe jo me progres, njëjtë mendoj që ka me ndodhe edhe këtu. Fatkeqësisht. Nëse të kujtohet. S'dia isha i qartë sakt në Kosovë gjatë përpjekjeve autentike të shqiptarëve atje për të drejt më shumë. Gjithmonë aksulmi serb, edhe para vendorëve, edhe para ndërkombëtarëve ishte se këta janë iridentist, janë terrorist, janë me agenda tjera. Ne çfarë vërejmë këtu? Se është e njëjta çështje, e njëjta strategji, por tani e mbuluar me tezën e korrupsionit, ose luftës kundër korrupsionit. Çdo klith, më them, piskam autentike shqiptarëve këtu, se po përjashtohen shqiptarët sistematikisht. Tash, kur del BDI, thot, nuk është në rregull kjo, nuk ndërtohet kështu shteti shumë etnik, ata thonë, ja këta të korruptuarit, duan të mbrojnë korrupsionin e vetë. Është e njëjta frymë e asaj strategjie. Pastaj e dyta, ndodhi tragedia në Koçan. Koçan është një qytet në Maqedoninë lindore. Unë nuk kam qenë në Koçan asnjëherë. Shumica prej njerëzve të BDI-s nuk kanë qenë në Koçan. Fajtori për Koçani janë 4 ministra të BDI-s, të cilët për momentin janë në paraburgim shtëpiak. 4 ministra të ekonomisë që nga viti 2000 prej së është BDI që i sarga. Kohëve të fundit, çdo herë që vjen një zyrtar europian, edhe kritikon shtetin për bllokimin e rrugës europiane, del kryeministri thot Bujar Osmani ka fajet për shkak se një shqiptar ka negociuar për identitetin tim, edhe kështu e ka bllokuar rrugën europiane. Domethënë, e sheh logjikën, logjik bazike që është thjesht po funksionon. Po funksionon. Edhe ky legjitimimi
i kësaj qasje nga parti politike shqiptare ose fraksione politike shqiptare e kompleton të njëjtën politik që është bërë dikur në Kosovë tash në forma tjera. E tash këtu vim të roli i Kosovës. Në vazhdimsi, sa mbaj men unë tash jam gjys kosovar, kam nanën e kam të Kosovës, babën këtu të Maqedonisë Veriut. Sa e mbaj men, roli i Kosovës këtu në Maqedoninë Veriut ka qenë përbashkues të partive politike. Për shkak se u kriju një fenomen që partitë politike ose shqiptarët të ndahen, të fragmentohen parti politike. Të instalohet një koncept që unë e kam vlerësuar se ka motive të mbrendshme dhe të jashtme. Motivi i mbrendshëm është ajo ndjenja ose instinkti bajraktarizmit që është e ne. Gjithë duam të jemi të parit në fshat, po nuk pranojmë. Që ballkanike, më shumë bile bërtesh. Edhe e dyta, një strategji e shërbimeve që partitë shqiptare ose shqiptarët duhet të ndash në partitë qytetesh, që secili qytet të ketë partinë e vet, të ketë liderin e vet, dhe ata të miren me çështje lokale, të zihen mes vete, por asnjëherë mos të krijojë një platformë gjithkombëtare për ta fuqizuar zërin e tyre. Kjo ndodh në Preshev, në Preshev janë 8 parti, 10 parti. Këtu në Maqedoni arritën, e mbaj mend 2013-ën, ne kishim çdo qytet nga një lider. Dibra kishte liderin e vet, Struga, Tetova, Shkupi, Kërçova, edhe qëllimi u arrit. Roli i Kosovës dhe i Shqipërisë, ne nuk kemi dashur asnjëherë të shohim si lloj patroni, për shkak se kemi vlerësuar se ne kemi peshën e mjaftueshme politike për të krijuar autonominë tonë vendimarrjes. Edhe se vendimarrja këtu nuk duhet të miret as në Beograd, as në Tiranë, as në Prishtinë, as në Sofje, po këtu në Shkup ndërmjet shqiptarëve dhe maqedonësve. Bile ti pa të përfunduar të marrë me punë të Kosovës këto kohë fundit. Për shembull, që prej kohës Ibrahim Rrugovës ka pas disa iniciativa për të nxit koordinimin e partive politike shqiptare, që mos porçohen, ai instinkt i fragmentimit mos. Për herë të parë kemi një ndikim nga Kosova i cili favorizon përçarjen. Ndoshta un kam qenë i kujdesshëm të flas për shkak pozitës time si ministër jashtë, mos miret si raport ndërshtetror, po tash jemi në një kontekst informal dhe mund diskutojmë. Derisa ishte favorizimi i fraksionit të Arben Taravarit nga Zjadin Sela, thosha ndoshta është inspirimi ndonjë projekti ndryshimi. Por kur vet Arben Taravari, partia më e madhe në koalicionin Vlen, del edhe thot, situata në qeveri është, në vend është më keq se sa para 2001-shit. Se ne nënshmohemi, përjashtohemi dhe unë nuk mund të legjitimoj një politik tillë dhe do sakrifikoj privilegjin e pushtetit për të dalë në opozit. Kosova favorizon fraksionin tani të Arben Taravari. Po, që janë pushtetet. Po ku është ai instinkti përbashkues që Kosova në vazhdimsi e ka pas ndaj shqiptarëve në Maqedoni, po edhe Shqipëria e ka luajtur atë rol këtu. Po tash ti e thash ata që Kosova ka tentuar me luajë një rol përbashkues pa u portretizuar si patron, edhe pa tregu linjat përgjithshme, thjesht një mbështetje anësore. E me Albin Kurtin kjo është e pamundën. Edhe tash unë s'po di se, për shembull, kur thamën në Kosovë që Albin Kurti punon për Serbinë, tash është ma normale, ma natyrshme se atje e kam elaboruar 100 herë. Kështu që nashta këtu për publikun mundet me tinglu të prem i skajshëm, edhe okej, po e luat pjesë, edhe pse mune me u thellu prej qëndrimeve të tij politike nga viti 1997. Qëndrimet e tij politike prej viti 1997 janë të thënë së buti të çuditshme. Pak njerëz ndoshta në Maqedoni e din. Në mars 1998 ka ndodhur ngjarja e Jashorajve. Në qershor, Albin Kurti si student ka organizuar në Prishtinë forum rinor me temën qasja jo violente, jo e dhunshme, si alternativë kundrejt konfliktit armatosur. Pra, kur kishte filluar lufta ka qenë për alternativë paqësore.
përfundoi lufta, arritën paqen, ju kthyë alternativës me luftë. Thoj kjo dosh me vazhdu lufta. Filloi procesi, Rambuje ka qenë kundër nënshkrimit të pavarësisë, kundër nënshkrimit të Rambujes, e cila mundsoi pavarësinë. Edhe thoshte që në fakt kjo është veç qëndrimi i sëreshëm në Serbi, ndërkombëtarët i quante kolonizues, ndërhyrjen e NATO-s, ndërhyrje okupatore, se mundë me tinglu këto për njerëz të çuditshme, po janë të vërteta, janë dokumentuar, janë deklarata të tij. Filloi procesi i Vjenës, i cili e solli pavarësinë, ke kundër procesit Vjenës, bile thëj ka slogan famshëm pavarësia në paketë nuk vjen. Se thëj shqiptarët e kanë kërku maksimumin negociata, që është pavarësia, zakonisht në negocime maksimumi nuk jepet, kështu që s'munësh me ftu pavarësinë, se është kërkesa jote maksimale. Ndodhi që maksimalisht kërkum, maksimalisht fitum, po edhe aty kundër, ndodhi pavarësia, është e famshëm shkrimi, kundër, ky është një hap para 3 hapa mbrapa ka pas tonë. Kështu që nëse cilën etapë, e cila ka rezultu pozitivisht për Kosovën, aje ka qëndrimin kundër. Le ta gjykon se cili për veti. Edhe në Shqipëri, për shembull, kujtohet si kryeministri i Kosovës pa shku pa të votuar në Shqipëri. Kështu që bëj ke fushat kundër Edi Ramës, kushdo qoftë ai. Po kjo është e paprecedent. Kryeministri shqiptar i Kosovës shkoi në Shqipëni edhe bëjke politika antiqeveritare të kryeministrit, cilin normal ishte me pas homolog, lidhje vllazërore e të ngjashme. Edhe automatikisht se e kum pa interesin e tij më të prum për mu marrë me edhe politikën Maqedoni edhe zgjedhjet specifikisht, e kum ditë që është një shtysë e cila nuk sjell asgjë pozitive, pra u përfshi brutalisht, edhe kjo e kemi theksuar 100 herë. Nëse na kemi pas kritika të vazhdueshme për përfshirjen e Aleksandar Vučićit edhe në diktimin që ai u bë ke serbëve të Kosovës për me kriju ata qatë destruktivitet që e kryeshin raport me Kosovën, nëse ti shkon si kryeministër edhe përfshihesh tash atje, je ka arsyeton ato. Se ki të pamundur mas nej mu anku të Bashkimi Evropian ose ndërkombëtar tjerë me thonë po përfshihet, se u përfshive vetë apo jo. Plus që mënyra që përfshi e dini ju krejt këtu nuk ka nevojë për diskutim shtesë. Edhe qëllimi i tij unë mendoj, qëllimi i tij ka qenë që me pas një strukturë të mjaftueshme në pushtet në Maqedoni, jo se ka pas ai, si me thonë, preokupive për gjendjen e shqiptarëve në Maqedoni, ai s'ka preokupim për gjendjen e shqiptarëve në Kosovë. Po me ja jep atij që atë roli faktorizues që ai është në kërkim të përhershëm. Edhe me gjas, se njerëz që rrinë kështu me ta dhe privatisht thonë që ambicet i ka në shpërputhje totale me edhe mundësitë dhe me realitetin, edhe ka thonë, okej, plani i tij, nëse unë i bëj 2-3 deputet në Shqipëri, se ma shumë atje për momentin është e pamundur, nëse unë i kontrolloj shqiptar që bëhen pjesë e qeverisë, nëse unë i kontrolloj shqiptar të në Lugin, atër pa diskutim, unë jam thirrja absolute për secilin ndërkombëtar, edhe qasjen teme, shpes destruktive, e kanë të pamundun me ma gjyku tjertë, sepse unë kërcnoj me mundësinë e destabilizimit përgjithshëm se e kam komplet në dorë. Një varmanie e tij. Kjo çështje është legjitime përderisa çmimi ose pasojat janë po synimi aty shqiptarët. Në kur synimi aty shqiptarët. Për shembull, kritika. Se nuk mund nëse është synimi shqiptar, ti del e feston faktin se shqiptarët kanë kryeministrin në Maqedoni. Nuk del me uanku edhe për çdo. Kritika kryesore ndaj BDI-s nga vetvendosja para se gjithashtu ka qenë për shkak se ne kemi mbështet Open Balkan. Para se me shku që se po du me dëgju, po veç po du me një rast konkret që personalisht me juve. Ke qenë shumë i angazhum me kriju mbështetjen për Kosovën për antarësim në Këshillin e Evropës, për votat fillimisht në asamble. Edhe vetë të vetvendosjes se pranojnë që roli yt personal ka qenë kyç, edhe për shkak njojeve, edhe për shkak qasjeve, nuk e di. Po e di që e marrë intensivisht edhe e di që ka pas sukses që ajo ndërmarrja jotja se në asamblej marrën votat na. Më pas ke kush politik për antarësim finale, ajo subose, kë i ka ato të vetat. Po du me thonë, pikërisht në qatë kohë, ku e marrë intensivisht me ndihmu Kosovës me kriju mbështetjen e nevojshme
për antarësim Këshillit Evropës, që ka qenë synimi ti politik. Pikërisht në qatë kohë je sulmu personalisht ti. Tash për në me është pak e komplikuar dikush që nuk ka kontekst sjelljes ti politike me ja shpjegu pse e ka bo. E vish dashta me theksu që të rast, tash çush i jap që sa e ti argumentim logjik, normal. Mua këtu akuzat kryesore prej VMRO DPMN-s kam qenë se unë jam ministri jashtëm i Kosovës, jo i Maqedonisë Veriut. Po ku desha ta lidh me Open Balkan. Për shembull, Ali Ahmeti thot nëse se Open Balkan ka qenë iniciativë e Edi Ramës. Prej atine e kemi ndëgjuar për herë të parë. Ali Ahmeti thot gjithë shihnin kamion me domate te Open Balkan si projekt, unë shihja platform pajtimi shqiptaro-sërb. Edhe ai beson në idenë se e ardhmja është në atë drejtim. Edhe ne besonim këtë ide. E tash, sot qeveria e Kosovës, kryeministri mbështet një qeveri ku zëvendës kryeministri për marrëveshjen e Ohrit është njeriu më i afërt i Vulinit, jo i Vučićit. Është njeriu që nuk ka lëshuar asnjë kongres të partisë së Putinit, drejt për drejt në Moskë, i cili ende në komunikatat zyrtare të Ministrisë për Sistem Politik, që është ministri e krijuar për të implementuar çështjen shqiptare, për të kujdesur për çështjen shqiptare. Fillimisht vetë emrimi i tij, se edin, marrëveshja e Ohrit i ndon popullatën këtu në popullin Maqedonas, popullin mbi 20% që është populli shqiptar me një status të veçantë, edhe pakicat në 20%. Nëse e shes si është i organizuar sistemi, pakicat në 20% kanë një agjenci për të drejtat e pakicave, popullin mbi 20% ka ministrin për sistem politik dhe raporte dhe marrëdhënie ndërtetnike, paraprakisht ishte quajtur sekretariat për marrëveshjen e Ohrit. Po është puro institucion që përkujdeset në implementimin e dispozitave të marrëveshjes së Ohrit. Emrimin e tij e një njeriu të Vulinit në krye është mesazh në vete. Në kumtesat zyrtare të Ministrisë për Sistem Politik Kosova quhet Kosova dhe Metohija. E kam pa. Sot Maqedonia e Veriut është bërë proksi lojtari kryesor i botës serbe në rajon, edhe pak më lartë se botës serbe, po ajo ideologji. E dyta, ne kemi tentuar të mbajmë raporte shumë korrekte edhe përkundër, se Albin Kurti ka bërë fushat anti-BDI në vazhdimsi. Për zotin mu ka pak edhe mbezdes, kështu se pak si tepër korrekt. Për shkak se ishte qëndrimi jonë se ne duhet institucionet e Kosovës. E di, keni pas për Kosovën. I zgjedh populli i Kosovës dhe për ne gjithmonë roli i Kosovës, e din ti rolin Ali Ahmetit në çlirimin e Kosovës. Ka qenë shumë i kujdesshëm. Bile kur u bë ajo negociatat në Ohër, Kosovë-Serbi, e din me Ali Ahmetin kemi ndejt aty prej në mëngjes dhe takimin e parë Kurti para se të futet në takim e ka pas me Ali Ahmetin. Unë kam qenë dëshmitar, ndoshta në një ditë do ta tregoj atë bisedë me emocion të Ali Ahmetit ndaj Albin Kurti, duke u drejtuar si vëlla për një të mirë të përgjithshme. Edhe kemi qenë të vëmendshëm deri në një moment kur u kalu një vije kuqe. Deklarata e Zotit Kurtit për gjuhën shqipe. Kur në prezencë të Mickovskit tha gjuha shqipe asnjëherë nuk ka qenë zyrtare dhe në Maqedoninë të Veriut nuk ka pas ligj për gjuhën shqipe. Që nuk është e vërtetë. Po absolutisht, çat natyom kur në mision e kom marr ligjin e kom prezantuar se me javë tëra anti-shqiptarët më të mëdhej. Argument kryesor për vendimin e gjykatës kushtetuese për të shqyrtuar ligjin e gjuhës e kam pas deklaratën e Zotit Kurti. Duke thënë ja, edhe ministri i Kosovës e thot të njëjtën. Dhe këtu për ne unë e kam trajtuar ashtu se derisa ka qenë kundër BDI-s. Hajt okay. Është okay. S'është bashkëkrejt, po hajt okay. Se s'do të më përfshija e partia keshtë aty. Kur dëmtohet elementi kryesor i statusit ton shtetëformos këtu, gjuha shqipe zyrtare, është diçka për cilën nuk mund ta falim.
Edhe shqiptarët, jo vetëm BDI, nuk mund ta folin. Prandaj tash jemi edhe më drejt për drejt në këtë drejtim. Qura e ka pak edhe problem personal me Ali Ahmetin, që ka me secilin ish lider të ushtrisë shqiptare të Kosovës, sepse i pengon pozita aty në histori, edhe për dëshirën e tij secili që ka pas rol konkret në luftën në Kosovën, Maqedoni, në çlirimin e Kosovës, në pavarësinë e Kosovës, në ngritjen e pozitës së shqiptarëve në Maqedoni. Kushdo që ka bërë diçka që është shënjues në histori, ai për dëshirë ja fut edhe një 3 ndotje kështu atij personaliteti me dëshirën pak me ju minu roli, edhe pse kjo gabim se politika ditore në perspektivë është duken, mbetet fakti, po në mendoj që ai ka pak edhe në çat drejtim. Ali Ahmeti ka pas met edhe vazhdon me mbet figura që ka sukses. Që vazhdon me pas sukses, që vazhdon me kon qendër rreth cilës navigojnë zhvillime. Se për shkak të gjykatës speciale u largu. Dikush që mundet mos me njoft mamati edhe me dëgju, e supozon që unë jam komplet biased i anshëm në raport me lider të QK-s, jo nuk është e vërtet, për shkak unë për qeverisë kam kritika. Po historia duhet më tregu çfarë që ka qenë, çka më bën aq që qelloj që kjo gjeneratë e cilës po më te kalu. S'po te i kalohet, s'po del dikush as për afërt me ta, e le mo mbi ta, se kishin mirë për ne, besoj edhe për ta. Se kushdo që e merr në rrugë caktuar, i bëhet zgjatim edhe e çon përpara, kontributin e paraprakut veç e s'madhon, nuk e zvoglon. Edhe kur te ka pasur me në edhe çat problem, edhe vazhdon me pas edhe çat problem me Ali Ahmetin, edhe ai qërë është e komplikume në ashta, sidomos për pozitave, funksionit shtetit, po unë menoj që Zotri Ahmeti është tregu tepër tolerus me ta. S'është veç deklarata e fundit me shqiptarë, edhe qasja e tij, edhe interferime që i ka bo, edhe mënyra që shprit ke kundërshtar politik, po ai, me sa e kom pa unë, për Kurtin po flas, për shembull, kapitalizon në qëta. Ai e din deri ku ti nuk e cënon, sepse menon për Kosovën e jo kundrejt tij, edhe kapitalizon. Se nuk e ka problem. E menoj që Zotri Ahmeti është dash pak ma herët me ja fillu me thonë që keqeki sepse kur ai folke u krejke përshtypja se kur ai ka drejt. Hajde ti ta shpjegoja njerëzve për shembull çfarë dami i madh është, nëse nga pozita ministri punëve të jashtme deli thu kryeministri Kosovës mos e rraj. Apo den, se ai është ai është një thanje shkodrane, thotë i mallkuar është ai popull që si kontrollon bitë e këshit popullit. Edhe unë menaj që konë që këtë dëm i madhë që është ka këtu për Kosovë, po edhe për shqiptarët Maqedoni është për shkak të mos kontrollit të bijve të këqit popullit. Krejt popujt i kanë, po me qas i kontrollojnë pak ma mirë, neve na dolën dorë pak. Kur jemi të këto bijt, për shkak se kur gjykohet ose akuzohet Ali Ahmeti si personifikimi i UÇK-s, në fakt baltoset UÇK, për shembull. Në Hag, qëndrimi jonë zyrtar ka qenë është nuk gjykohet Hashim Thaçi, gjykohet lufta shqiptare e Kosovës. Ne kishim këtu kryetarin e parlamentit aktual, i cili thot lufta e 2001-shit ka qenë e panevojshme, për shkak se pas kemi mund me dialog, me mjete demokratike, edhe është vazhdimsi, është pjesë asaj pikpamje. Po të rikthehem vetëm edhe për ty, po besoj që na shohin edhe njerëz në Kosovë se çka ndodh këtu. Në 2022 ishte ajo periudha kur për shkak konstelacionit dinamikave politike ne kishim edhe kryeministrin, ministrin e jashtëm, ministrin e finansave, shqiptarët filluan të kalojnë pragun e vetbesimit kolektiv sa që të ndihen
Dikush më tha, ju keni qenë nën kontraktus si popull. Po, sa shumë mirë. U bët kontraktus. Fillun shqiptarët të ndinë se ne bashku udhëheqim këtë shtet. Edhe këtu në Shkup, në disa zona, oligarkët, bashkë me Akademinë e Shkencave, mbledhen 2 partitë politike maqedone. Unë kam bindjet e mia që këtu ka edhe inspirim rajonal jashtë Maqedonisë për një projekt më të madh për cilin ende nuk mendoj se gjithmonë ka pasur, sepse mos e pas sa herë. Jam pjek kushtet për të fol publikisht, po jam i bindur që kjo që ndodhesh është pjesë e një projekti më të madh rajonal. Edhe ato dakordohen se shqiptarët kanë marrë më tepër se sa u takon, politikisht veçmë e kemi humbur luftën, tash kanë filluar edhe të futen në ekonomi. Aty në mbledhje merr pjesë një gazetar i njohur i cili thot dola të blej banes, të gjithë ndërtuesit në Shkup ishin shqiptar. Ndërhyn tjetri për shkak se kemi edhe informacione burimore prej brenda thot po u futën edhe në sektoret kritike si energjetike e këto tjerë, ne e kemi humbur shtetin. Na marrin shtetin. Edhe ata aty mirën vesh që në 10 vitet e ardhshme, cila do parti maqedone që nuk merr 61, partia tjetër politike i asiguron deputetët në çfarë do forme të mundshme. Për shembull, ja për momentin në këtë qeveri, VMRO DPMN ka 58. Dhe mundeshte me këta të Vlenit të bën qeveri stabile. E kanë marrë një fraksion të LSDM-s, që quhet Znam, për t'i bërë 63, edhe tash ti je i parëndësishëm në stabilitetin e qeverisë. Edhe këtu është marrëveshja bazike që asnjëherë më ne nuk do të varemi prej shqiptarëve në formimin e institucioneve. Ky është koncept puro i marginalizimit dhe i shteteve, jo shteteve shumë etnike. Edhe e dyta, se do tentojmë të bëjmë inxhiniering të përfaqësimit politik shqiptar, duke krijuar parti politike shqiptar të sistemit që i kemi quajtur diku. Shqiptar të ndesh. Shqiptar të ndesh. Edhe këtë e shohim tani. Cili është produkti i kësaj? E flas shumë nëpër media, po është me rëndësi. Nuk e di një gjë në fakt. Ata rënojnë, qëllimi është rënojnë marrëveshjen e Ohrit, që është indi lidhës që ruan karakterin unitar të shtetit. E kam një dilemë cila është alternativa, për shkak se në politik vakum nuk ka. Nëse rënon marrëveshjen e Ohrit, diçka do e mbush hapësirën e marrëveshjes së Ohrit. Alternativa e marrëveshjes së Ohrit është marrëveshja e Daytonit, ose janë zgjidhje territoriale të konteksteve etnike. Domethënë nuk e di, ende këtë nuk e kam të qartë, po e di që po rënohet statusi shtetformues i shqiptarëve nëpërmjet 3 shtyllave. Në një çështjen e legjitimitetit. Nëse marrëveshja e Ohrit ka definuar një moment që është kyç në rolin ton shtetformues, është respektimi i vullnetit ton në përfaqësimin institucional. Me përzgjedhjen e partive humbse si parti të preferuara të shqiptarëve sistemor ose të ndershëm, shtylla kryesore që na bën ne shtetformues është rënuar. Tash duhet vetëm të normalizohet, edhe jemi në rregull. Në 2 elementi që na bën ne shtetformues janë mekanizmat e vetos. Shqiptarët këtu kanë mekanizmin bazë të vetos, votimin e dyfisht në parlament. Janë mbi 70 ligje të rëndësishme, të cilat mund të votohen në parlament vetëm me shumicë dyfisht. Që do të thotë shqiptarët kanë drejt të vetos. Vetën e dytë kemi pas balansuesin për përfaqësimin etnik në institucione. I rënojnë dyjat. Do të thonë legjitimitetin nuk e respektojnë. Vetot i rënojnë. Shtylla e tretë është gjuha. Të rënohet edhe gjuha, siç e parashikojnë menjëherë pas zgjedhjeve që mos ta dëmtojnë projektin e tyre të quajtur Vlen, edhe ne shndrohemi në një pakicë të parëndësishme në grupin e këtyre pakicave nën 20%. Do të thonë kjo po ndodh për momentin. Nuk është kjo më betejë partijake.
Po e A gjithë që është paralajmëru që ka me ndodhë nëse shkon që to ku ka shku. edhe e gjithë e mbuluar me propagandën ja po ankohen këta të korruptuarit. Prandaj mendoj që është rëndësishme kjo që ndodhi me Arben Taravarin, për shkak se derisa thonë BDI, thoshin këta kanë humbur pushtetin. E tash çfarë kanë pushtetin. argumentin, çfarë po thonë? Tash se Edhe në pyetje kam, a është e sinqert kjo e Taravarit? A është thjesht mosdërimi i tij me çka po sheh? A është një kalkulim i radhës? pavarësisht cili mund të jetë kalkulimi, mesazhi është i qartë. Kjo betejë, për fat keq them, po shndrohet në betejë etnike. Ne nuk kemi dashur që betejat themelore politike këtu të jenë në baza etnike. Duhet të jenë në baza ideologjike. Po. Pro-europianët me anti-europianët, konservatorët me liberalët. Marrëveshja ndërmjet VMRO dhe LSDM-s për të marginalizuar rolin tonë, që pastaj vazhdon me takimin Mickovski-Filipçe, që e quajnë ata takimi liderëve. Në maqënit veriut, takimi formati i etabluar i takimit liderëve është takimi i katërshës. 2 parti politike maqedone, 2 parti politike shqiptare, 2 në opozit, 2 në pozit. Katërshja ka qenë në vazhdimsi format jo formal, po i etabluar i takimit liderëve. Për herë të parë, ai takon Venko Filipçen. LSDM-ja në zgjedhjet e fundit ka dalë parti e tretë. Ne kemi dalë me 19, ata me 18. Nuk ka asnjë logjik. Se Mickovski e takon Venko Filipçen, partinë e tretë, përveç krijimit të bllokut etnik. Bllokut etnik i përgjigjet me bllok etnik. Për fat keq them, nuk është e mirë në shtetet multietnike këto përkufizime, po unë mendoj që shqiptarët, jo vetëm si organizime politike, po edhe si popull, po mblidhen drejt një kauze për të dhënë mesazhin se ose do funksionojmë si jemi marrë vesh në 2001, në partneritet dhe bashkëqeverisje, o shohim. Në diçka po më intereson, cili është arsyetimi i këtyre figurave politike që e bën vlenin? Këtyre që kanë mbet tash. Shif, këto që kanë mbet, merri analizoj kush janë, kauzat e tyre politike, ideologjike, dhe e ke qartë. Sot janë 10 deputet, edhe atë 2 prej tyre me inxhinjering dhe presion të qeverisë janë në qeveri, dhe i ke 20 e më tepër në opozitë. Shqiptarët sot nuk janë në qeveri. Kjo është qeveri. S'kan qenë për ditë sport kur po qeveria dorë. Po ja, themi ka qenë dallimi 18-13, edhe pse nuk ka qenë fare, po tash është edhe më asimetrik. Edhe prandaj ata duan të ruajnë projektin që janë bërë pjesë e tij për fat keq. Dëmet janë të pariparueshme, për shkak se ne do na duhet kohë me vite tëra për të kthyer në pikën 0. Jo për të mbi ndërtuar mbi atë që e lam. Ne e lam këtë qeveri me kryeministër, të cilin kryeministri juaj nuk e takoi as kur erdhi në Shkup, as nuk e priti në Prishtinë, po e lam me kryeministër. Apo duket që njerëzit po e shohin. Do të thonë, a e ka shpjegimin që meriton që kjo situatë në publik të shqiptarët? Në fillim ishte vështirë, për shkak se vërtet BDI kishte qenë gjatë kohë. Edhe e dini si është ajo, të ndrohen këta, të shohim ndoshta vjen dikush më mirë. Ky është argument politik hiç po. Tash takova një dje, tha nuk është involvuar në politik, në parti, tha vërrehet mungesa juaj në çdo pore sistemit. Vërrehet kur shkojnë në spital, vërrehet kur shkojnë në institucion, vërrehet kur e shoh politikën e jashtme integruese, çdo kund vërrehet mungesa juaj, pesha politike e juaj, edhe mendoj që kjo është bë bindje e përgjithshme, kjo shihet edhe në anketa. Përjashtimi sistematik është aq brutal. Edhe mirë po kur e sheh që ta bën në Dibër, në Gostivar, në Strug, që është pjesë e një projekti, është mesazh, është pjesë e një projekti. Mendoj që edhe mbështetësit e Vlenit veçmë e kanë qartë se çfarë ndodh.
këta bartësit e përgjithësisë politike andej, kujtoj se nuk kanë exit strategji, nuk din si dalin nga kjo knet, si thot Edi Rama, në cilët janë zhyt. Po më intereson se nuk është e komercial shumë këtë. Cili është arsyetimi i tyne? A e pranojnë paktën situatën? A është deluzive komplet? Është komplet deluzive. Do me thonë, ata thonë, për shembull, kur i themi ne pse 17-0 në Gostivar, se BDI i ka fajet. Kjo është, BDI i ka fajet. Nuk ka arsyetim, nuk ka asnjë logjik BDI i ka fajet. Tash, në aspekt BDI-s ne kjo situatë na konvenon. Për shkak se krijohet mos i krahasimi kjo. Sakt. Ne këto në gjitha zgjedhjet paraprake ne kemi garuar me imagjinat, me diçka abstrakte. Ne thoshim kemi punësuar 100, ata thonin do bëjmë 1000. Ne e tash do krahasohen të bëmat me të bëmat. Ne themi kemi bërë kryeministrin, ata e din cilin e kanë pozicionin më të lartë për cilin krenohen, drejtorin e Filharmonisë Maqedonisë Veriut, që e kanë si institucion që ne nuk e kemi pas realisht. Edhe ata e kanë bërë një thyrje, i kanë humbë 80% pozicioneve kritike, veçanërisht çfarë është tragjike, Lirim, është pastrimi i sistemit sigurisë. I gjithë mosbesimi i shqiptarëve ndaj shtetit ka qenë shërbimet sekrete, uniforma. Për herë të parë ke agjencionin e zbulimit që nuk ka as drejtor as zëvendës drejtor shqiptar. Gjithmonë zëvendësi ka qenë shqiptar. Agjencinë për sigurim kombëtar, as drejtori as zëvendësi. Sigurimin ushtarak të inteligjencës, as drejtori, as zëvendësi, as një prej drejtorëve. Shkarkuan generalin Besnik Emini që mbante 80% të operativës së ushtrisë dhe e fustën si këshilltar në Ministrinë e Mbrojtjes, dhe këtu është si përgjigjen. Edhe kur i akuzuam në si e hoqët Besnik Eminin që kishte 80% të operativës mbante kontroll, thanë e kemi ngritur në pozitë se është bërë këshilltar i lartë në Ministrinë e Mbrojtjes. Kjo është ma shumë se banale. Kjo është nënshmim për inteligjencën e secilit, ai ndoshta quhet këshilltar i lartë, po krahasoje generalin e operativës me këshilltarin e lartë në Ministrinë e Mbrojtjes. Prandaj kjo është vërtet situatë e paprecedent, e parësyshme për një punë, se dëmton vet interesin e popullit maqedonas. Normalisht të shtetit. Rrezikon shqiptarët kanë filluar gjeneratat e reja thonë a ja vlen ma. Edhe kjo është ajo që është rrezikshme për këtë shtet. Ka teori të cilët thonë se ka rryma të tilla të inspiruara përsëri nga jashtë, të cilat i fryn zgjidhjes Daytonit për Maqedoninë e Veriut. Ali Ahmeti e ka refuzuar këtë koncept në 2001, kam përshtypje se ata duan të rikthejnë temat që ne të bim në kurthin e zgjidhjeve territoriale edhe të fillojmë trumbetojmë se na duhet një përkufizim. Ne nuk duam përkufizim, ky shtet është i përbashkët, unë mund të jem edhe ministri i jashtëm, unë mund të kem drejt të kem ambicie edhe për kryeministër. Frustruese është fakti që u patën të i kalu këto. Që është frustrimi madh, pra se është shumë keq nëse nuk po arrijen synimet, siç ka qenë kalumen, po fakti që një herë të i kalon, e tash i kthehen prap për me bo sërish një rrugë që besoj se i takon të kalumës, që kjo është frustrimi madh, e veçanërisht kur bëhet me se nuk po e bojnë dhënshëm ata, me ndihmë të një partner shqiptar sa me legjitimu vetën edhe politikat e tyne, kështu që i gjetën ata shqiptar. Ne kur tragjike është bashkë me kryeministrin e Kosovës. Kur ankohemi të ndërkombëtarët ata na thonë po pse këto nuk na i bëjnë edhe drejtuesit e Vlenës. Ata janë aty. Ne shkojmë atje me numra, tregojmë me numra se çfarë ndodh. Gjuha shqipe është hjek prej institucioneve, është hjek prej llogove të ministrive. Gjithandej është hjek prej dokumenteve, mos flasim. Edhe ato thonë po pse këta të Vlenit thonë që është mirë, është shumë mirë. Po kështu ka qenë edhe në Kosovë viteve të 90-ta, nëse e ke pyet Rahman Morinën, ka thënë që është mirë. Beza kishim pas qenë ata shumë bashkë se sa kemi menu. Po, pyes për në Kosovë.
Po, Si është puna atje? Sot kaloj edhe e 22 tentimi herë. 22, po. Po, e 22 herë. A e din si, unë me sa e kam pa, vërtimi jam është që përveç fuqisë politike, institucionale, konkrete që e kanë partitë politike, ma e rrezikshme është fuqia morale, nëse e posedojnë ose ata. Pra, sepse përmes fuqisë morale që ata mundën me posedu për arsye të caktume, mundën me legjitimu mas në të njerëzit edhe politikat gabume. Për një kohë gjatë, vetë vendosja e ka pas atë lloj fuqie, edhe kur ka bo diçka që dikush para ty në është gjyku brutalisht, me të drejtë, për shkak të një hajnie, vjedhje ose çka do, vetë vendosja disi dike me e artikulu përmes atij pozicioni moral. Ta zojmë. Nëse në të kalumen partitë politike kanë punësu, kanë bo punësim, nepotizëm, punësim politik. Atëherë kur jënë zonë dhe jënë akuzu, të paktën kanë heshtë. Vetë vendosja, kur bëj ke punësime politike, nuk heshtë ke, thë ke po, na i kemi bo se jënë matë mirët. Ka qenë një varë mënyre e re e argumentimit në publik. Ose për shembull, para disa kohë, unë e kom publiku, është atje një person i cili po gjykohet për disa shkelje në të nderë në Korporatën Energjetike të Kosovës. Pra, i emëruar nga vetë vendosja. Edhe arrita me gjetë dosjen e prokurorisë, edhe aty brenda dosjes ishte një komunikim i WhatsAppit. Edhe aty shije që ekziston një grup në WhatsApp ku antarë janë Albin Kurti, kryeministri i Kosovës, Zavet kryeministri i Kosovës, ministrat e linjës për energji, edhe kë që udhëheqte me Kekun. E para punës, vetë komunikimi është jo ligjor sepse udhëheci i Kekut, Korporatës Energjetike të Kosovës, duhet jetë jo partijak. Bile e ka edhe me legj 3 vite të fundit s'bën me qenë pjesë asnjë partije politike. Kështu që veç komunikimi në vetë ishte të merr. Mirë po, aty shihet, pra është dokumentuar, e publikuar tashmë, aty shihet se si kur ky i njofton se ekziston një kompani e cila ka apliku dhe e cila nuk i plotson kushtet për me marrë tenderin, një bërimor, pra me negocim dhe jo të hapun, se mas kryeministri i Kosovës i thotë s'kemi kohë jepjani. Hapur. Edhe vetë vendosja, aty e Albin Kurti, në grup, edhe vetë vendosja, përmes edhe do të lalve kështu në për studio televizive, delke dhe argumentoj që po a e sheh ata pas kanë qenë shqetësuar për gjendjen, kështu që kanë dash me bo mirë, pra me e zgjidh problemin, se kemi pas me të parrym. Kjo është absurd, nuk kemi pa ma herët. Ose tjetra, për shembull, su e përdor Serbina, Gogolin e vazhdueshëm, në të kalumen, kur është zonë korrupsion ndonjë zyrtar, maksimum që ka bo është me e mohu edhe me hesht. Se delaj e akuzon tjertë se po bën shpifje, se po të pagun Serbia, ose se del partia edhe e mbron personin i cili mediatikisht tashmë u dëshmu që është i korruptuar, nuk ka pas shans. E këta delshin. Po, unë e besoj që mo nuk e kanë qatë fuqi morale. Edhe që kjo është për mu rezultat jashtëzakonshëm, kjo u pa me rënjën 10% në zgjedhjet e fundit, pra nga 50.2 tash i ka 42. Po unë mendoj që rënja morale e rrëfimit të vetëvendosjes është shumë më e madhe se sa veç përqindja elektorale, sepse tashmë vetëvendosja është kompania më fatimprurëse në Kosovë. Shumë se secila hajni bëhet përmes një sistemi ku partë mëdha mesin mrena partisë. Kështu që unë e kuptoj që është e pamundur me pas ramje drastike, shumë më të madhe. Po, moralisht, edhe në sytë e njerëzve, ka në shumë më shumë. Sepse edhe kini me pa të ndodhe edhe këtu në Maqedoni, argumentimet, si me thonë, funksionojnë për një kohë. Po është e pashmangshme momenti kur vjen periudha që ti duhesh me jep diçka konkrete. Edhe thashti, takohet frustrimi i njerëzve me premtimin, me imagjinatën, sigur atëherë, me potencialin edhe konkretizimin përmes punëve. Plus krijohet mundësia si me thonë, sot për Hashim Thashi në Kosovë, ka mendim shumë ma pozitiv se sa para 5 vjetë, 6 vjetë, 7 vjetë. Sepse sot qeveria ati, përmes numra u ka referenca krahasuese.
edhe i krahason. Po ndryshe nga disa që mendojnë se pushteti e konzumon vetveten edhe bjen domosdoshmërisht, jo, është e vërtet, s'ka mo tregim moral, s'ka mo. Është e vërtet nuk ka mo pozicion mbi tjetrin, pozicion moralist, po pushteti nuk e konzumon vetveten. Sepse pushteti ju gjeron aty në mjaftueshëm të ardhura që me e mbajt ato në forma tjera, sepse tash futemi në periudhën, edhe shumë punora mi treguar në Kosovë, tash futemi në periudhën ku Albin Kurti nuk pretendon pozicion moral. Thjesht pretendon mbajtje të pushtetit. Edhe nëse ai mbet parafërsisht në shifrat që i ka aktualisht, po edhe le të bjen pak, ai krejt çfarë bën tash është kalkulime politike me partner potencial, edhe me mbajt pushtetin. Edhe për shembull nëse edhe një mandat, okay e merr. Tash nëse duhet me prit na secilin mandat, përmerohen nga 10% që ma në fund me mbet në opozit, atë neve na shkojnë 50 vjet të ardhshme, fizikisht, se perspektiva i krejt. Kështu që kjo është situata, po ka degradim moral për Albin Kurtin, po nuk është më ai figura e paprekshme që është pretenduar të kalumen, po u kuptu që është edhe i padijshëm, sepse kur ma pak s'ka pas investime, e ato që kanë ndodhur kanë qenë gabume, të konfirmume, mirë po, jo nuk është se veç duhet me e pritë dhe a i bjen. E kjo është gabimi i partive opozitare që e bojnë në Kosovë. Tash në Kosovë mendojnë që mjafton që njerëzit me i marrë vetë krahasimet, edhe me e kuptu që okej, ky po punoj ka ma pak se këta. Jo, opozita në Kosovë ka qëtë problem. E ka një farë qëtësijet pa kuptueshme për mu. Edhe për shtatë thash edhe ty, apo e kuptojnë njerëzit saksisht çka po ndodh, se unë mendoj që autoparlanti kryesor i gabimeve këtyre aktual duhet me qenë opozita. Ke mujt me pasi për cilë të zhvillime në Kosovë, sa shpesh ballafaqimi është gazetar qeveri, edhe një farë krijohet një farë përshtyp, ose neve gazetarëve atje, disa prej neve, na e kanë jep një rol, ose na është dashur me marrë një rol të cilën në asnjë një rrethon as më kish dashur, as e kisha marrë. Sepse ti tash duhet me bo betejë edhe politike me ministrin i cili të akuzon ty për raportimin tënë që është projekt, çapo di, i pagun për servis. Tash, në vend se kur i raportojmë ne shkeljet, kontratat ilegale, vjedhjet, që ato me bo produkt i opozitës, që mas ne me vazhdu si betejë politike, çka ka bo vetë vendosja në kalumen. Thjesht i merr ke raportimet e gazetarëve për skandale potenciale, i përkthejken politika. Tash opozita nuk e bën çato. Tash kemi vend me një varë situate që dëshme ku e gjem vetë, për shembull e kam të fundit me këtë ministrin e bujqësisë. Aq sa më thot bre, kriminal. Komet një deri në fund të jetës. Ka pasur edhe gzi. I tërbuar, domethënë të përdor terme dehumanizuese për shkrim gazetarëve, edhe jo veç mu, po nashta secilin. Kështu që kjo pak a shumë situata, po s'ka pozicion moral mo. Po jo domosdoshmërisht, kjo në kupton largim prej pushtetit. Kjo është vetëm një narrativ i politikës vendore. Ka dy narrative tjera atje që janë dominuese. Një narrativ i mbi veriun, mbi cilën është ndërtuar, po unë futa Serbit, edhe në narrativin me ndërkombëtar. Kujtoj që integriteti i këtyre narrativeve ende është i pacënuar, edhe pse unë kam dilemat e mia, po nuk jam pozit për... S'kisha me thonë, unë menoj që sot vereu për mbështetjen e Albin Kurtit nuk është arsye, është arsyetëm. Pra, nuk është se vazhdon me qenë me Albin Kurtin sepse i beson rrëfimit për suksesin veri. Mirë po ai është me Albin Kurtin dhe tash e aplikon si arsyetim rrëfimin për suksesin veri. A ka vërtet suksesin veri? Absolutisht jo. Si me thonë, dëmi më i madh që është i shkaktuar prej qeverisë Albin Kurtit në fakt është vereu. Sepse me marrëveshjen e fundit, e cila shkon për kjo në orë, e cila shkon për te marrëveshjes së vitit 2013 dhe 2015. Pjesa veriore e Kosovës tashmë kur do që aplikohet kjo që quhet asociacion, do të jetë praktikisht autonomi ose një farëndarje konfederale. Pra, me marrëveshjen që e ka pranuar Albin Kurti,
të cilën ka ardhur fillimisht e ka prezantuar në parlament si suksesi më i madh politike në jashtme, e ma vonë thot nuk është marrëveshja më e mirë, po është marrëveshje okay. Madje ke deklarime të Glauku Konjufcës, njëri dy vetëvendosës kryeparlamentare Kosovës, i cili thot do të ishte sukses për ne, është publike, do të ishte sukses për ne nëse arrim të mbesim në marrëveshjet e vitit 2013 dhe 2015. Nuk kanë arrit. Nëse i merr nenet edhe i bën lexim. Sipas marrëveshjes së fundit të draft statutit, po të kujtohet që njëherë që Albin Kurti e pranoi nga ndërkombëtarët si draft statut, e më pas doli na thash non paper. Çush mund të dorëzu llajçakun non paper, veç ai e din. Po ka ose çfarë po duhet më saksu të vërë, po veç edhe disa sqarime. Ose tjetra. Po te kontrolli fizik e kam pyetjen. Ku është a ka sukses? Jo, ajo është po shkak se këtu është bindja kryesore. Po, çfarë ta tregoj e para se ta zojmë kështu. Nëse unë përkohësisht të largoj nga kjo dhomë, ama në marrëveshje ta kaloj pronësinë e plot, ku është rezultati? Ku është rezultati? Largimi ka me qenë veç i përkohshëm. Ose ka, si me thonë, rregullime të vogla, të cilat janë të përkohshme për shkak se marrëveshja finale ofron autonomi atje. Edhe është e qartë. Tashti normalisht që ka mu leju, mu kriju një ide e caktume, që kur të ndodh marrëveshja, Albin Kurti me thonë, shika, ne praktikisht e kontrollojmë kështu që normal që ja u dham. Po edhe njerë, marrëveshja që ka arrit në Bruxelles, asociacioni do të ketë, që si ka pas as 2013, as 2015, asociacioni do të ketë parlament, vësh me emra tjerë, parlament, president, qeveri, ministri, si pas marrëveshjes ose draft statutit që e kam pru ndërkombëtarët, nëse ka konflikt në interpretim ligjor mes Kosovës edhe asociacionit, do të jetë një arbitrazh i jashtëm i Bashkimit Evropian, një që shkëshqen mes dy shteteve, që e zgjidh problemin, jo kushtetuta e Kosovës, arbitrazh. Këto janë shkrume, ti i ke lexu, i kanë grejt. Ose tjetra, asociacioni, si pas marrëveshjes, që e ka prodhu draftin, do të ketë mundësi të hapë zyra me partner në shtete të tjera, të cilat janë praktikisht ambasada. Po. Ta zojmë për shembull, mundet me hapë në Rusi. S'mundesh me ndaluti. E hapë në Rusi edhe vjen ministri punëve të jashtme të Rusisë e viziton partnerin e vet ndërkombëtar, asociacionin. Ose për shembull, ato ministri që janë për urbanizëm ose çka do, rregullimin brenda territorit të asociacionit e bojnë që ato ministrit ose drejtorit për te rregullimeve që i bën për shembull Ministria e Infrastrukturës. Me asociacion, cili është nga draft statuti, asociacioni mundet me pranu të hyra direkte prej Serbisë. Përveç se e ka buxhetin prej institucioneve të Kosovës, përveç se buxhetin e brendshëm e merr për veti. Asociacioni ka me pas aty e kanë quajtur në draft zyrë ligjore, po që është pak a shumë, si me thonë, kjo dega legislative e asociacionit. Dhe ka më mbledh në seanca, territor ka, të konkretizum, pra ka territor, ka stem edhe flamor, edhe referimin e ka në 244, që është me një 244, Kosova nuk njët, saj për këtë kontrolit, prit tash. A e ke po disa herë Albin Kurtin të i ftu ndërkombëtarët për me e rrit vëmendjen për verim, madje edhe të ftu shtim të trupave. Për shembull, në veri, kur nuk ka pas ma shumë, prej luftës. Kur nuk ka pas ma shumë. Ushtarë të këforit. Jo, ushtarë të këforit. Qësh e dinte, jo ushtarë të këforit në Kosovë vinë si pas në 244. Në 244 nuk e një Kosovën shtet të pavarë dhe sovran. E para, e dyta. Këfori është përgjec për kontrollimin e kufive të Kosovës në qatë pjesë. Për shembull, kur ndodh na herë diçka sikur atëra i rrëmbimi i policëve ose fuqja armëve veri që pa ndodh atëherë. Albin Kurti delke edhe me një farë mënyrë thoi kë këfori e ka leju se na se kontrollojmë. Apo? Okej, nëse ka prezencë ndërkombëtare më shumë se asnjëherë. Nëse ka ushtar të NATO-s atje më shumë se asnjëherë.
Nëse atje është mundësia me u fut gjithaj arsenali i armëve, të kujtohet Banjska. Pra ka erdhaj. Nëse atje nuk mundesh me e revitalizu një urë, apo të kujtohesh që fillon me ly urë. Edhe nuk ndodhe, apo? Atëherë nëse policë që kanë qenë të integruar në sistem policisë Kosovës nuk ka mo. Nëse gjykatat që kanë qenë gjyqtar serb të Kosovës të integruar në sistemin e se te e din, me varveshët e kaluame ka qenë ideja shkrirë struktura paralele dhe fuqës ngadalshme në përgjithësi. Po s'ndodh më na dite. Po megjithatë shumë ma shumë ka pas prezencë. Edhe si fotografi të shtetit Kosovës atje, se sa sot. Se veç duhet me pas njerëz të qartë diçka. Po numri i policëve është më i madh. Po sasia e numrit të policëve nuk nënkupton shtet më shumë, po më pak. Sepse policia kur vjen, kur ka problem. Apo jo? Na kur e shohim policinë në rrugë thojmë okay, ç'ka ka problem. Ose veç edhe duhet me pas ambicje që mund të kontrollohet një popullar. Po jo s'ka sens. Me forca policore. Po s'ka sens. Po s'pate marrëveshje me atë. Është sigur një polici maqedone pas shqiptar të kontrollon Tetovën pa vullnetin e... Na krejt e dim. Policia, kur e rrit prezencën, e rrit sepse nuk po funksionon diçka, jo se po funksionon. Në momentin që rregullohet gjithçka, nisu pi trafikut, policia largohet, apo jo? Kështu që sasia e policëve atje e dëshmon faktin që nuk është kur gjë në rregull. Sa ma pak policë atje, ma shumë normalitet, pra shteti nuk është uniforma e policisë në qatë kuptim. Shteti është mirëqenia, mbarvajtja edhe rregullimi normal. Me këtë logjik, ma shumë pas ka shtet Kosovës në veri se në Prishtinë, apo? Se në Prishtinë shë ma pak policë në veri. Kështu që Albin Kurti e din, unë menoj që sot e din edhe qytetarët e Kosovës, po të thash, ti jeni njëherë me Albin Kurtin, mas ne e përben vereun. Për ndryshe, si pas maqeve, kur qytetarët e Kosovës pyeten cilë është problema i madh e Kosovës, vereu delin një zeti. Është ekonomia, papunësia, çmimet e larta, frika nga izolimi ndërkombëtar, largimi i trive, çto janë problemet. Rrogat. Në këto tre narrative që i përmenda, tre pista. Të parën, dytën nuk ka shumë mundësi me komentu. Po. Te kjo e treta, te raporti me ndërkombëtarët, kam pak më tepër djeni për dinamikat për ashtu. Ajo që më le për shtypje kur ma thonë të huajt si mundi Kosova të futet në grupin e shteteve si Bielorusia, Rusia, të sankcionuar nga Bashkimi Evropian. Ky narrativa është thy në opinion, është kuptu si duhet në opinion. Aspekt numrit njohjeve, antarësimit në organizatat multilaterale, ndërkombëtare e kështu me radhë. Po që kjo është e vetmja narrativ e cila akoma mendoj që i flen sinqerisht votuesit të vetëvendosjes, sepse është një narrativ në cilën opinion ndoshta më zgjati. Anti-amerikanizmi, anti-kolonializmi, perëndimi, kështu ka qenë në rrëfimin e vetëvendosjes në maska të ndryshme prej se ekziston. Madje edhe pa ekzistuar si vetëvendosje, po veç si person politik Albin Kurti. Ç'është thash, ka shkrime të Albin Kurtit, të zyrtarëve të tjerë aktual të vendosjes, të cilët kanë thonë që në fakt na veç jemi riokupu. Sepse na prap jemi të pushtuar tash për perëndimit. Për ndërkombëtarëve. Mas ne ka thonë jemi të kolonizuar tash. Kemi qenë pjesë Serbisë, tash jemi për perëndimit. Po ai ka bëu me strategji edhe me trik. Pra ka thonë në momente direkt. Po ka prit situata caktuar ku ka mujt me i fut ato. Ose për shembull është një fjalim e time një protestë ku thotë shqiptarët nuk e dojnë Amerikën, po veç frikson se po i braktis. Pra pretaj ka prit edhe e ka ushqyer shumë këtë ndjenjë që shqiptarët e kanë ka pak edhe origjinal, qysh bota është e pa drejt me ne, apo den se për viktimizimin. Po se të ke fund e drejta ndërkombëtare nuk e nje të drejtën historike kështu. A pse mendon që tash ndërkombëtarët janë aq vetëm vrojtues të zhvillimeve të formimit të qeverisë? Po vetëm vrojtues sepse edhe ata, sidomos ambasadorët Kosovë kanë qenë sulmuar brutalisht
nga struktura të vetëvendosjes kështu. Për shkak unë nuk e kam ditë që i trajtojnë me çast seriozitet, më tregojnë një punëtor i ambasadës amerikane që një herë kur pa dalë ambasadori Havenieri me një deklaratë pa e patën sulmu aq brutalisht, sa që kish shkuar e kish mbledh ambasadën e kish thonë çka duhet me bëu na. Sepse e kam pa që ju bën përshtypje. Edhe ta ashtim me që e kam pa që shqiptarët megjithatë japin këtij fuqi të konsiderueshme politike. Okej. Hajde vazhdoni. Edhe kështu po e kam pa që për gjitha narrativa që kjo akoma disi flente te votuesit vendosë se kem thash origjinale na pak me kriju, si më thonë sensin që jemi viktime në çdo situatë. Lirim. Mundem me fol për orë. Kisha knatësi, faleminderit shumë për këtë bisedë. Besoj do e vazhdojmë në një nga epizodat gjithashtu tjera. Thrasune sa ta hapim që të voksin, thrasune edhe vazhdojmë atje, unë veç po duhet. Është platformë e re kjo që ndërton, që krijon? Po, jam ka duhet hap një medium bashkë me disa kolegë të mi, është medium i cili ka me qenë online, po kryesisht material me video, emisione edhe formate ndryshme. Do mbulosh edhe zhvillimet maqedonie Patjetër. Tash nuk e di për shkak të distancës, pa edhe pse nuk ka qaq, po gjashysh. Edhe vim atje, edhe flasje, po duhet të falenderoj personalisht se unë e di kontributin tënd si ministër, se s'po du me shqetësu këta Maqedon këtu. Po ti ke punu për Kosovën si ministër i Maqedonisë. Një që shpat bua atër Gent Caka, që ka qenë ministër i shqiptarëve ma shumë se sa ministër i Shqipnisë. Është edhe interes i Maqedonisë që Kosova të kompletoj shtetëndërtimin dhe të vazhdon ndru rrugën drejt NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Lirim, faleminderit edhe një herë. Grazie ime. Megjithatë, faleminderit shumë për vëmendjen tuaj, shihemi në episodin e radhës.